Antoneta, studio është e madhe dhe ka vend për të gjithë, ndaj mund të virë së bashku me Gjo Artit Fejzon, por gjithashtu edhe me Shef Redonin. Ne ju presim, pse jo për sugjerime tani më, por mbase për të sjellë momente të tjera të gëzueshme në program. Do të vijojmë, do të flasim tani për një moment tjetër, për meditimin. Meditimi i cili vjen bukur përmes jogës, por si duhet të realizohet meditimi, edhe për çfarë shërben ai, do më duhet të pyes një herë Zajmiro nëse ka kryer ndonjëherë një seancë meditimi? Ke bërë ndonjëherë? Kam bërë. Si ndjer? Mund të them që jam ndjer aq mirë sa edhe kam fjetur. Vërtet? Që ishte edhe një mbasditë dhe më bëri aq efekt sa mirë, do të këshilloj të vazhdosh të qëndrosh edhe të më dëgjosh edhe mua së bashku me Alban Muçën, që do të kemi tani instruktor i jogës për të biseduar rreth kësaj tematike, ndërkohë do të vime një herë Antoneta, mos u mërzit. Mirë, do të ndjekim fillimisht sigletën edhe më pas me një herë nisim bisedën me Albanin. Alban, gati bashk për të nisur edhe për të folur për meditimin. Super, po më thoje, super energjia, super tema, çfarë super emisioni. Çdo gjë është super, në univers nuk ka gabime. Më pëlqen. Çfarë do të thotë të meditosh? Meditimi është një gjendje transcendentale e qenies tonë. Po si mundet të kërkojnë ndjesë që të ndërpresë, po për ta bërë mbase pak më të thjeshtë për ata që na shohin, Atëre, meditim, nuk mund të flasim për meditim nëse nuk ka relaksim. Janë faza të ndryshme të gjendjes tonë. Duhet të arrim gjendjen e relaksimit, aty ku ne arrim, çlirojmë çdo gjë dhe mendja jonë arrin futet në një valë të tjera. Nga relaksimi pastaj duhet të arrim një gjendje përqendrimi. Aty fillon përqendrimi dhe nga përqendrimi, kur arrim një gjendje përqendrimi, kur rritet dhe energjia në trup, pastaj arrim një gjendje transcendentale që quhet gjendja meditative. Dhe kjo ka shumë vetë tip pozitive, vetë plotësim, vetë dashuri për të tjerët, lidhje me veten, lidhje me hynoren, lidhje me gjithë dijen universale, aty futemi në realvet mistike pastaj, kur flasim për gjendjen meditative. Por, le ta ulim në termat sociale, meditimi ka benefite të jashtëzakonshme për shëndetin tonë. Lejon trupin tonë të futet në gjendjen e sistemit parasimpatik nervor, pra dalim nga jo fight, flight, freeze mood, që futemi zakonisht, jemi në një gjendje stresi social, dhe i lejojmë trupit të shëroj veten. Pra është shumë e rëndësishme që ne të futemi, ta vizitojmë këtë gjendje, në mos meditimin, relaksimin. Por si realizohet kjo? Kërkon disa procese, kërkon një përqendrim të mirë, kërkon një etapë mbase apo disa etapa më të gjata derisa të arrish në procesin e meditimit, pra nuk mundet dikush ta realizojë në mënyrë të menjëhershme, kërkon kohë, si është ky proces? Vetëm një gjë që na duhet është një dëshirë për të përjetuar jetën në mënyrë më cilësore. Është një vullnet për të marrë disa minuta nga dita jonë, për të thënë që këto minuta janë për mua. Dhe burime, dia është sheshit, burime ka plot, yoga është rruga më e mirë për të arritur, sepse e kap njeriu që nga pjesa fizike, që nga trupi, sepse yoga e kupton që truri nuk është vetëm mendja shtrihet në të gjithë trupin, sepse trupi ka memorje të shumëllojshme, memorje gjenetike, artikulare, evolucionare, dhe gjitha këto, dhe yoga punon mirë me këto të gjitha. Po, a mund të ketë një seancë joge pa meditim, apo meditim pa jogë? A funksionojnë këto të dyja pa njëra tjetrën? Këto të dyja janë të lidhura. Yoga nuk ndahet me meditimin. Fjala jogë do të thotë bashkim. Bashkim mendje, trup dhe shpirt. Pra, nëse flasim për meditim pa jogë, vetë qëllimi i jogës është meditimi. Pra, meditimi është qershia mbitor te yoga, mund të themi. Si arrihet meditimi, sepse në atë në bisedat tona të përditshme, në atë përditshmërinë tonë, ne jemi këtu kur flasim për meditimin, pra mendojmë që me një mbyllje të syve dhe me një pozicionim mbase të këmbëve dhe të duarve në këtë formë kështu, mund të realizohet. Kjo është mënyra tradicionale, ku ne kemi praktikuar diçka, por ne mund të jemi në një gjendje meditative gjatë gjithë kohës. Pra ne duhet të kultivojmë atë vrojtuesin brenda nesh, që fillon dhe vrojtojnë gjendjen tonë mendore, shpirtërore.
Fillojmë vrojtojmë mendimet tona, janë pozitive, janë negative, na shkaktojnë mirë, na shkaktojnë stres. Edhe duke kultivuar vrojtuesin ne fillojmë njihemi me strukturën tonë mendore. Është shumë e rëndësishme të njihemi me mendjen tonë, se mendja jon krijon realitet gjithmonë. Krijon shëndet ose krijon sëmundje. Fillojmë kultivojmë vrojtuesin së pari, pastaj fillojmë me teknika të ndryshme, vrojtimi i shqisave, fillojmë vrojtojmë në mënyrë pasive tingujt, pra lidhemi me realitetin që është këtu, sepse mendja jon në shumicën e rasteve është ose e kaluara ose e ardhmja. Çfarë duam të bëjmë ne? Ta sjellim në botën reale, ta sjellim këtu dhe tani. A ka forma të ndryshme të meditimit? Patjetër, ka. Dhe cilat janë disa prej tyre? Ka meditim pasiv, që ne thjesht qëndrojmë dhe vrojtojmë frymarrjen, të cilën ne do ta bëjmë tani, Pra, një lloj relaksimi? Një lloj relaksimi që na fut, në fillim na fut në një gjendje relaksuese dhe fillon mendja çliron ato ngarkesat dhe mbi ngarkesat e veta. Vrojtojmë trupin, vrojtojmë frymarrjen dhe pastaj fillojmë vrojtojmë mendjen. Është meditimi aktiv ku vrojtojmë shqisat edhe trupin tonë në lëvizje. Është meditimi, që janë meditime të përparuara pasaj të Kriya Yogas, aty fillojmë punojmë me energjinë, vizualizime, manifestime dhe ato janë pak më të avancuara. Po mirë është që të fillojmë me një metodë relaksimi. Po kur themi ne që po meditoja, isha ulur dhe po meditoja, çfarë do të thotë kjo? Ajo është Është një keq kuptim? Apo është një gjendje relaksi, është një gjendje qetësie që ne japim vetes? Është një gjendje natyrale. Nuk meditojmë në ato raste. Meditimi është natyra jonë e superkonsciencës. Mund ta quajmë që është një gjendje supernatyrale. Gjendja jonë aktive, në gjendje sociale, ashtu si është shoqëria sot, nuk është gjendje natyrale. Domethënë me gjithë këto mendime, strese, gjithë këto gjëra, irritime që kemi në mendje, nuk është gjendje natyrale. Gjendje natyrale është kur ne kemi mendime të vetëdijshme, mendime kreative. Pra, ajo që thonë ata është ai kreativiteti i bukur që ne futemi në atë gjendje që mendojmë në mënyrë konsciente. E megjithatë është një hap, ë? Është një hap i rëndësishëm. Është një hap i rëndësishëm, ndaj të mos ta neglizhojmë. Mirë, ne kemi tapetin këtu Alban dhe unë besoj që do të ishte me interes për të gjithë ata që na shohin tani më, të dinë se si mundet ju, por gjithashtu bashkë me teleshikuesit, dhe jepni disa këshilla se si mund të realizojnë, ndoshta një seancë meditimi është shumë për të thënë, por si mund të shkojnë drejt rrugës së meditimit, edhe cilat janë më pas dhe efektet zinxhir që jep. Mirë? Patjetër, mund ta kryejmë tani. Atëherë, po ulem këtu, po edhe të ndjek. Atëherë, ju që po na shihni, uluni në një karrige. Nëse keni aftësinë të uleni kam kryq akoma më mirë, ose aty në divan ku ndodheni. Shtylla kurrizore duhet jetë drejt. Duart i lëm të relaksuara mbi gjunjë, nëse mundeni bëni këtë mundrën, nëse jo thjesht i mbani mbi gjunjë. Dhe fillojmë mbyllim syt. Mund të vëmë dhe një muzikë me fyll, nuk e di a është e mundur në sfond, një muzikë shumë të relaksuese. Dhe fillojmë.
Gjitha këto shqetësimet u zhdukën, si janë më këtu, që do të thotë që këto nuk janë reale. Nëse unë dua të zgjidh një problem, unë do ta mendoj në mënyrë koshciente, nuk më ndihmon as të irritohem, as të shqetësohem. Përkundrazi, unë aktivizoj disa ligje të tjera që do më sjellin akoma më shumë shqetësime. Ligjin e pasqyrimit, njerëzit të shkarkojnë streset e tyre, edhe si mund të kryhet ajo? Atëre, kjo ishte një metodë shumë e thjeshtë, vrojtimi i frymarrjes, është një metodë shumë e thjeshtë, mund ta bëjnë të gjithë. Domethënë, në momentin që ti mendja është si ajo që kalon te veja, që thoshin, është një fill i vogël që kalon vetëm te veja, ka një vrym të vogël. Nuk mund ti të jesh në një njëjtën kohë në stres, aty ku ti fillon vrojton trupin tënd dhe frymarrjen. Pra ne heqim lidhjen nga mendja, nga mendimet dhe sjellim tek trupi, te frymarrja, te rrajet e zemrës. Aty fillon bëhet shkëputja. Pastaj ka metodat e frymarrjes që janë antistres, të cilat ka metoda të shpejta frymarrje që ne bëjmë frymarrje zjarri quhen. Si mundesh ta aplikosh? Është e mundur për ta treguar? Patjetër. Filloj marrim frymë me hund. Nxjerrim me gojë. Bëjmë disa frymarrje të tilla, fillon trupi rigjeneron nxehtësi. Në një moment ne bëjmë mbajtjen e frymës. Çfarë bën kjo? Mendja dhe fryma janë të lidhura. Në momentin që ndalon fryma, ndalon mendja. Ku shkuan gjithë këto mendimet? Këto shpërbëhen. Do fillojnë të shpërbëhen, sepse mendja ka krijuar një lloj strukture në bazë të programimeve që ka. Me frymarrjet e thella dhe me mbajtjen e frymës, ne fillojmë të shpërbëjmë këtë strukturën e mendjes që ka. Dhe krijojmë atë gjendjen e prezencës, të energjisë tonë. Gjithashtu ne kemi një formë tjetër subtile në trupin tonë që quhet prana. Sipas jogës, një energji
Mendoj 99 herë për një problem gjatë ditës dhe nuk gjej zgjidhje. Relaksohem, thoshte, edhe zgjidhja më vjen si një lam. Që do thotë që niveli i zgjidhjes vjen gjithmonë nga një nivel më i lartë vetdije. Dhe jo nga intelekti, nga analiza. Do të kemi sërish besoj në momentet të tjera. Faleminderit. Shumë faleminderit.